بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala ajetet e fundit surës Al-Imran: Wa inna min ahli al-kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim. Ka prej ahlul kitabit, krishterëve dhe jehudive, të cilët besojnë Allah subhanahu wa ta'ala dhe besojnë atë që ju ka zbrit juve, muslimanve, e besojnë Kur'anin. Wa ma unzila ilayhim, ata besojnë edhe atë që ka zbrit atyre, Tevratin edhe Injilin. Khashi'in lillah, i kanë frikë Allah subhanahu wa ta'ala, la yashtaruna bi ayati Allahi thamanan qalila. Nuk blejnë, as nuk e shesin fen me çmim të lirë. Sikur që e shesin ata tjerë që kemi parë në ajetet të tjera, që kanë shit fen për kur gjëheq këtë për senet kota. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Ata kanë më marrë shpërblim të Allahut. Këta që kanë qenë në kitab, e kanë besuar edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'anin, e kanë shpërblimin të Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha sari'ul hisab, Allah subhanahu wa ta'ala shpejt e bën llogari. Ja ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru, o ju të cilët jeni besimtar, duroni, bëni sabër edhe jeni këmbgulës në durimin tuaj. Wa rabitu, edhe jeni të kujdesshëm, jeni vigjilent. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dhe keni frikë Allah subhanahu wa ta'ala nëse dëshironi me qenë të shpëtuar. Kjo është përkthimi i ajeteve. Dhe këtu është përfundimi i surës Al-Imran. Për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e saktë, surat Al-Baqara dhe surat Al-Imran. Sura Al-Baqara dhe sura Al-Imran ndërmjetësojnë ditën e Kiametit për ata të cilët i kanë lexuar. Për të është mirë secili prej neve, secili prej juve më mundua edhe më mësua përmend këtë sure. Për shkak se shpërblimi i surës Al-Baqara, i leximit të saj, edhe shpërblimi i surës leximit Al-Imranit i bojnë hije, ka në hadith, i bojnë hije robit në ditën e Kiametit. Mos mira nxehtësia e diellit, për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dielli afrohet atë ditë mbi kokat e njerëzve, zbret Allah subhanahu wa ta'ala poshtë. Edhe nxehtësia është tepër e madhe, kushdo që lexon e mëson surën Baqara, surën Al-Imran, e lexon, e mëson përmendsh, e mëson dispozitat, e mëson përkthimin, e mëson kuptimin, tefsirin, edhe punon sipas asaj që kanë këto dy sure, ka më pas sebeb me shpëtuar në ditën e Kiametit. Dhe sikur që i ka ardhur përfundimi surës Al-Baqara në tefsir, i rën përfundimi sot dhe surës Al-Imran, që ka kuptimin se edhe jetëve tona që shtu ka mërë përfundimi. Sigur që Ramazani fillon, e jam e ma'dudat, janë ditë numëruara, edhe kemi kaluar shumicën e tij, edhe gati jemi të fundi, ka mërë dhe funi. Edhe jetës ka mërë funi, secilit prej neve, eci se jeton atë se ka acceptuar Allah në fund përfundon. Dhe kjo do të mi bëjë njeriu të më menua se jeta shkon edhe llogaria
afrohet me dhënë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa inna min ahli al-kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim. Prej pasuesve të librit, ahli al-kitab janë krishterët dhe jahudit, që kanë pas libër të shenjtë të dytë, edhe krishterët që kanë pas Injilin, edhe jahudit që kanë pas Tevratin. Ka disa prej ahli al-kitabit, krishterëve dhe jahudive, të cilët besojnë Allahun subhanahu wa ta'ala edhe besojnë atë që ka zbrit juve, muslimanëve, ajo që na ka zbrit neve është Kur'ani. Wa ma unzila ilayhim, edhe besojnë atë që ka zbrit atyre, Tevrati dhe Injili. Kur'ani, Tevrati dhe Injili e Zeburit të gjitha janë zbritura prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe secila libër kohën e vet ka qenë legjitime dhe kushdo që ka vdek në besim Tevratën, Musën a.s. ajo është në xhennet, është banor i xhennetit. E kushdo që ka vdek në Injil, duke besuar Injilin e Isën a.s. derisa ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata të gjithë janë besimtarë, edhe shkojnë të gjithë në xhennet. Pasi që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, feja atyve ose besimi i tyre bëhet i vlefshëm vetëm nëse tash e besojnë edhe punojnë sipas asaj që ka zbritur në Kur'an. Për shkak se Kur'ani i ka shfuqizuar librat që kanë qenë përpara dhe e ka vendosur Allahu subhanahu wa ta'ala në fuqi shariatin, ligjin sipas asaj që ka gjykuar Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an dhe ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Këto ajete edhe disa ajete të tjera në të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala thotë innal ladhina utul kitab, ata të cilëve është dhënë libri përpara, Tevrati dhe Injili, kur e kanë pa edhe e kanë dëgju edhe kanë lexu Kur'anin, e kanë besu Kur'anin, edhe kanë rënë në sejdë duke qajt prej besimit se ky Kur'an është vazhdimsi edhe është një burim me atë që ka qenë Tevrati i saktë edhe atë që ka qenë Injili i saktë. Dhe në ajetet e tjera Allah subhanahu wa ta'ala të ata të cilët kanë qenë krishterë, ata të cilët kanë qenë jahudi, o sabiin, ata të cilët kanë qenë sabiin, men amene minhum billahi wal yawmil akhir wa amila salihan, fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ajetin tjetër, falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ata që kanë besuar, kanë bërë vepra të mira për tyre, për ata nuk ka frikë, nuk kanë më dëshpëruar se kanë më hyrë në xhennet. Dhe nga tresa që e bojnë disa, ose për shkak të ignorancës, ose për shkak të hileve, që nalen nuk gjykojnë për ata të cilët nuk vdesin musliman, se të jenë banor të xhennetit ose të xhenemit, ose pretendojnë se të gjithë jenë banor të xhennetit. Kjo është gabim, nga se në hadithin të cilën e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u betu: "Walladhi nafsi biyadi", pashatën dorë të cilët shpirti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi yahudiyyin wala nasraniyyin, nuk dëgjon për mua dhe në krishterë ose ebrej, edhe për atë që kom ardhën me te Kur'ani, thumma la yu'minu bi, pastaj nuk më beson mu, edhe nuk i beson asaj që kom ardhën me te Kur'ani, illa adkhalahu Allahu an-nar, vese ka me shni Allahu në xhehenem. Dhe në ajetin tjetër Allah subhanahu wa ta'ala thotë: innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nar jahannam khalidan fiha. Ata të cilët nuk kanë besuar kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Kur'ani, e që kanë qenë ahlul kitab ose mushrikin, ata janë në xhenem për gjithmonë. Nuk mundet me hyrë në xhennet ma kërkush mas ardhes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk e beson edhe nuk e qet në praktik atë që ka thonë Allahu në Kur'an dhe atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Po kush janë këta njerëz e ahlul kitab për të cilët ka folë Allahu subhanahu wa ta'ala se ata
e besojnë Allahun, edhe kanë me hi në xhennet. Kush janë këta ahlul kitab për të cilët Allah subhanahu wa taala ka thënë dhalike bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Kjo për shkak se ata ahlul kitab krishterët kanë dietar tyre kanë pas edhe kanë pas njerëz të tyre të cilët kanë bërë ibadet dhe nuk kanë qenë menje mëdhaj. Dhe ajetet e tjera që ngjashme me këtë që është i parafundit në surën Al-Imran, këtu është fjala për ata krishterë të cilët e kanë besuar Isën alayhis salam dhe Injilin, pastaj kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kanë besuar edhe Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Këto janë ata të cilët i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në këto ajete. Jo ata të cilët kanë vdekur në krishterizëm pasi që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo. As në hebreizëm. Nëse mas ardhes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kushdo që ndëgjon për të, duhet me besuar. Dhe me pasu, me jesë në qatë rrugë. Për ndryshe, nëse nuk e bën këtë dhe vdesi i tillë, është banor i xhehenemit për gjithmonë. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur ka shkruar udhëheqësve të krishterë, ka shkruar letra, edhe ka thirrë në Islam. Ka thonë besoni, edhe nëse më besoni mu, edhe asaj nëse në këmbardo në Koranin, keni me marrë shpërblime dy fish të Allah subhanahu wa taala. Keni më shpërblye që keni besuar Isës alayhis salam dhe Injilit, plus keni me shpërblye për shkak se e keni besuar edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'anin. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka krahasuar ummetet e ka sjell disa shembuj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që janë sa të mahnitshëm janë edhe të qartë. Shembulli i këtij ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sikur shembulli i atij i cili ka pas me kry një punë, edhe ka dalë e ka marrë një punëtor. E ka marrë atë punëtorin edhe i në marrë vesh. Unë qëtë punë t'i ki me krye. Nëse punon, gjithë ditën deri në mramje, ki me marrë qëtë shpërblim. Dhe i në marrë vesh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këta janë jahudit, të cilët e kanë fillu punën deri në drekë. Dhe të përmësam, këj ka punu këj punëtori deri në kohën e drekës. Kohën e drekës ka thonë pelon këtë punë se s'du me punu. Edhe kalon, po s'ka mujtë me marrë shpërblimin. Se për me marrë shpërblimin do të me punu deri në akşam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këj që ka pas punën ka dalë e ka marrë një punëtor tjetër. Dhe i ka treguar se dikush ka punuar në qëtë punë deri në drekë, ka pas me marrë qëtë shpërblim. Ti nëse e vazhdon punën e tij, ku kalon ai? Deri në akşam. Ki me marrë shpërblimin e atij dhe shpërblimin tanë. Dhe pejgamberi ky ka punuar deri sikur në kohën e ikindis, në kohën e ikindis e kalon punën. Edhe nuk e ka marrë shpërblimin. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky që ka pas punën ka dalë ka marrë personin e tretë. Dhe ka thonë këtë punë ka po njëri deri në drekë, tjetri e ka vazhdu për drekës deri në kindi. Nëse përfundon ti që punë për kindijës deri në akşam, ki me marrë shpërblimet e të dy këtynve që kanë punuar, edhe ki me marrë shpërblimin tënë që ke punu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky i dyti kanë qenë krishterë, të cilët e kanë marrë fejt deri dikun, pastaj kanë lëshuar, kanë prish. Të parë kanë qenë jahudit, të cilët e kanë marrë deri dikun, pastaj kanë lëshuar, kanë prish. Pastaj thot pejgamberi sa ka ky i treti e ka vazhdu punën për sikur koha e kindis deri kohën e akşamit, edhe ka marrë shpërblimin e të gjithëve. Edhe këta janë ata të cilët min ehlul kitab, prej ehlul kitabit të cilët e kanë vazhduar punën. Kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i kanë besuar,
këta e kanë marrë shpërbimin dy fish. Edhe shpërbimin që e kanë besuar pejgamberin para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam librit e tij, edhe shpërbimin që e kanë besuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'anin, përndryshe nuk shpëton kërkush mas ardhes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ndëgjimit për të vetë duke u nënshtruar dhe duke pasuar sunetin e tij. La yashtaru khashi'ina lillah. Edhe në ajete të tjera Allah subhanahu wa taala i ka cilësuar se kanë qenë të devotshëm. Për shkak të devotshmërisë ta kur takuan me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Kur'anin në bërë musliman. Khashi'ina lillah i kanë pasur frikë Allah subhanahu wa taala, la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila, nuk i kanë ndruar argumentet e Allahut për kuçëheq, për si çmim. Dhe në një hadith të gjatë të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njoftuar ose është gjetë nga Selman el-Farisiu, qëndron se Selman el-Farisiu para se marrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam o takua me dietar të krishterë të cilët kanë qenë në fenë e drejtë. Tash kur them të krishterë do të thonë Nasara, ata ndihmues e Isës alayhi salatu wasalam, të cilët e kanë marrë fenë saktë që ka thonë Isa alayhi salatu wasalam. E kur ka thonë Selman el-Farisiu atit fundit se të kush modhëzon me shkuar me mësua mas teje, se ka qenë i vjetër dhe ka filluar vdekja, ka thënë nuk di që ka mbet ndonjë dietar i drejtë. Por mendoj se ka ardhur koha u afrukoha që të marrë një pejgamber, edhe ka treguar cilësitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj se më Farisi kur takuan me dinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka njohur sipas përshkrimit që ka bërë dietari, i cili ka qenë besimtar edhe ndihtar i Isës alayhi salatu wasallam dhe ndjekës i asaj që Allah subhanahu wa taala ka zbritur në Injil. Falahum ajruhum la yashtarun ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Këta kanë më marrë shpërblimin, kushdo që ka qenë besimtar, ka më marrë shpërblimin te Allah subhanahu wa taala, inna Allaha sari'ul hisab, dhe Allah subhanahu wa taala bën me vërin shpejt. Dhe ajeti fundit thot Allah subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru. O ju besimtar, është e njëjta fjalë, isbiru o sabiru, rronja fjalës është e njëjtë, sabara, por që kërkohet dyfishim i durimit. Dhe durimi nuk është me durue, ka të bojnë halke i zullum, ati me këshyr, po durimi është me durue, me majtë fen, pa marrë parasysh problemeve, sprovave dhe fitneve të cilat ndodhin. Kjo është durimi. Ja ayyuhalladhina amanu isbiru, o ju besimtar, thot Allah subhanahu wa taala duroni, wasabiru, edhe bënu shumë të durueshëm. Warabitu, disa komentatorë të Kur'anit kanë thënë të është fjala për ata të cilët bëjnë ribat, roje fi sabilillah. Se ai që bën roje është ai që kujdeset. Kurse një pjesë e komentatorëve të tjerë thonë është qëllimi për çdo kujdesje, më kujdes me majtë fen, do thonë më kon syqel për me majtë fen, mos me lëshue, mos me devijue në çështjet e kufrit, të shirkut të madh edhe të nifakut të madh. Sida që të jetë, por që duhet me pas për të dyjat kujdes duhet me pas. Edhe ata të cilët bën roje fi sabilillah, edhe ata të cilët bojnë kujdes, vigjilencë për mos me humbë fenë e tyre, përfshihen në këtë ajet. Wattaqullah, dhe keni frikë Allahu subhanahu wa taala. Wattaqullah, keni frikë Allahu, do të thonë zbatoni urdhat që ka dhënë Kur'ani, edhe largoni pejgamberëve, la'allakum tuflihun, dhe kështu keni më shpëtuar. Me këtu përfundojmë surën Ali Imran, për shkak falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe lutem që të na falë atë ku kemi gabu. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.